Si që shikoni tani, sa ishim pak më parë Merita? Ishim një më shumë se sa që jemi tani. Do me thënë 4, tash jemi 3. Jemi 3. E ndrojmë pak nga sporti, adrenalina, por dhe muzika. Një sport tjetër. Edhe muzika është adrenalina. Dhe çdo herë po flasim për gjanat mira dhe për suksese. Për po dëgjojmë një këngë të bukur nga festivali Kënga Magjike që është, më duket, bashkë 25 vjetori. Një festivali që sjell këngë shumë të bukura, por sjell mbi të gjitha dhe artistë të ri. Këtë rallë më duket se me thënë të drejtën, artistët e ri janë më të mirët për momentin, sipas veshit tim muzikor. Kështu dhe po vlerësohen, dhe ndoshta pse janë të ri, kanë dëshirën, pasionin, punën më pas e bëjnë dhe vlerësimi nuk mungon. Për shembull, pak më parë e pam në sportin një vajzë e re e cila arriti pra që tjetë për një vit punë që është bërë. Jo një vit punë, ndoshta në paraglidizëm, një vit sepse ajo kishte punuar dhe si kickboksiere dhe arriti që tjetë në treshë në botë. Kështu ndodh dhe më shumë artistë të tjerë, me këngëtarë. Se ta shikosh në Kënga Magjike dhe ta lej edhe Jurin aty, pa fjalë edhe të dëgjosh Unida Maliqin, ky djali trendi, ajo që është fashion kështu. E kemi këtu me ne. Kemi Emanuel Mehmetin, mirë se erdhe. Mirësi u gjeta, përshëndetje. Së pari suksese. Po jo, se ka të bëj shumë hera parë në për intervista. Se s'ka gjë. Se po thu, herën e parë një interviste ka? Po, deputimet e para do me thonë sot më keni safe. Hajde, se jemi augur shumë i mirë ne. Kemi, nuk e di unë dhe Merita, me këta artiste. Le ta thot për shembull për artistin që ishim Gjetin, me qenë se dhe njeni. Jeni në fushën e njëjtë ndodhi edhe me Gjetin. E kemi këmbën e hajrit. Kënga Magjike e morën ne, shkoj deri nuk e di kush që tani është big. Ose mos flasim. Me plot merit. Po, vërtet, mos flasim edhe për shkolla elektronike. E dëgjove që ata, me plot merit, Merita ka qenë ti. Nuk është pse ti e ke këmbën e Merita është e ime. Merita. Ndër lidhje përbashkë është kjo punë, kështu që. Birë, çfarë të shtyu që të vazhdosh me qenë se si make-up artist, njësh, bën një punë të mirë në Gjakov, por ky pasioni për muzikën? Pasioni për muzikë është kanë prej që kur jam kanë shumë i vogël, shumë i ri, dikon nashta 7 vjeç, 10 vjeç, ku jam marrë me festivale shkollore ma shumë, ku kam kallzu pak ma shumë potencë për sa i përket vokalit, gjanave, edhe me thonë drejtën e kam ma shumë si pjesë të vetë krijume, do me thonë unë e kam aftësu pjesën e këndimit vetë. Nuk është që kom pas në i mentor ose dikon që më kanë imu ose me pas shkollë ose diçka. Pjesa muzikës është pasion faktikisht. A është kjo kënga jote e parë në Kënga Magjike? Po, është kënga e me parë edhe direktet e Kënga Magjike. Direkt vendosa. Nashta një dëshirë në kohën më përpara nuk kemi pas nashta mundësi që me shku me vazhdu si deputimet të Gjeniu ose tek pjesët e tjera, formatet e tjera të X talenteve për shembull, edhe erdha me një pikë ku më shtyn pak edhe shoqënia, artistat, shoqënia jeme që hajde provo. Vepro më shpejt. Provo se nuk i dihet. Edhe rezultoi me punu me njerëz të mirë, me gjetë njerëz të mirë ku me bashkëpunu me ta. Njerëz të mirë, autorët e këngës. Është producenti, është një djalë shumë i talentuar prej Tiranës, është Kevi Musta. Masanena kam shoqëni si Inis Nezirin për ndryshe, është Algert Sala, që kanë bashkëpunu për vin tekstin, do me thonë janë krijues të këngës teme, edhe që ka rezultu diçka shumë e bukur, diçka shumë e mirë, edhe është prit mirë edhe prej njerëzve. Jo mundu me pru diçka pak ma stil, pak ma ndryshe. Çfarë ndërhyre ti vetë të kënga? Ndërhyre diçka për shkakun nga titulli, nga teksti? Po ndërhyra edhe unë se e bona një pjesë të këngës edhe unë. Ishtina unë të edhe unë. Për titullin që dakot Oqean? Oqean, po, unë e vendosa. Unë e vendosa ti. Ka. Mirë, më thuaj pak komentet. Ardi Gjebreja, producenti i vetë festivalit, të dha ndonjë koment për shembull, të dha? Po, më kanë pritë shumë mirë. Kam marrë shumë lëftata, kam marrë shumë komentet bukra. është kanë energji shumë e bukur, shumë e mirë. Tjetër kush nga antarët e jurisë? Ose cili koment? A i kel demi vetëm nëse nuk e shikoj, domethënë, se ja ka dhënë atë jeshilen, megjithëse ka komentuar mirë pastaj, bëri ca lojra fjalësh me Jonidën. Është kanë diçka e mirë, me thënë drejtën deri në momentin që kom hyrë unë atë ditë jam kanë cop, jam kanë shumë keq. Po, kisha me grip, më duket jam kanë shumë smur.
edhe Të mori dikush mësysh. nga morë mësysh, qa me bota ashtë i duhet I me vazhdu. Gjakovarit merrni hudhra me vete, ku shkonin në Edhe më tha mami, maje, tha një, po që. Kurse dëgjon nanën, që kjo është. Mirë, komenti që të bëri përshtypje më shumë, nga kush erdhe? Nuk muj Apo nashta me vlerësime. e qujt koment, po në momentin për shembull që ka fol Denisa Gjezo, që ka Po. përshkru situatën temes, unë ato momente nuk folja Po, për ajo gjase, tregon. thash me bo me fol, kanë me thënë, jo, po nuk ka këndu mirë, arsye time, jo gjona, e këneja, nej. Edhe kur ka fol ajo, do me thënë, unë që ato momente jam emocionu shumë edhe nuk kom dit ma qa me fol në ato momente. Madje nuk e par fare as jurin, domethënë Jo, se unë e pota me të drejtën një problem teknik. Po? Nashta gjatë lëvizjeve mos e kam shkëput kufjen, edhe në prekorës para se me hinë refren, mu ka fik, edhe nuk e kam niku vetën, do me thonë e kam këndu kongën Do jeni në moment të instinktivisht. ndaloj se lejo të ndalosh. Jo, me të drejtën unë nuk doshta me ndalu për arsye se unë diafragmën e kam pas shumë të lodhme për arsye të kollës e sekrecionit e gjanave tjera shëndetësore, edhe thash nuk kam ma fuqi me vazhdu edhe njëherë me këthy thash bëne maksimumin një me krye. Si mundet një artist i ri si ti, e le make-up artistin që je dhe mjek më duket, ha? Kam Mjekësi? studiu në Ke pjesën studiu? e mjekësisë, po. Nuk e ushtron. Nuk e ushtroj. Të mos kujdesesh për veten në djalë, mos veçan me grip me këndu. Së mundet me parandalu ajo Nuk e që bësh diçka, vjen. një gjatë që vjen, thjesht nuk mundesh me Ke nda. studiuar mjekësinë e përgjithshme, ha? Jo, kam studiu në 3 vite shkollë të mesme si laborant i biokimisë. Ah, okay. Edhe në fakultet për në departamentin e shëndetit publik, që është për inspektor sanitar profesionist i shëndetësisë. E ke përfundu? Gati aloj kam edhe do provime. Përfundoj e nuk i dihet, let. Po jo, bese Le të vjen aty. Jo, bese me tetanet më morë. Po ndoshta në kohën kur mendon me humor, me të nuk e ke diplomë, kështu që nëse je nga fundi, s'po i pëlqej ka kjo pjesë. E pse përfundove më pas, imagjinoje mjekësinë, përfundove më pas make-up artist. E kam Si pas ndodhi kjo? shumë preferencë të madhe për arsye se motra eme është mjeke, motra tjetër është farmaciste, edhe Familje. me një farforme t'imponohet edhe ma të voglit t'imponohet që me vazhdua ne. Po, Renat E Frym. kam pasdar gjithmonë shumë mjekësinë e përgjithshme, po prej pamundësisë që mu pranu në fakultet, masa ne e mora një drejtim një dek tjetër të mjekësisë. Edhe ku pse thash, që nga e mirë kjo dhe kemi nevojë për inspektor po shumë e sanitar. mirë, Shumë e mirë. shumë pak Dhe ka për pak. sa i përket, po. Mirë, po të ndalemi pak te pjesa e make-upit, domethënë dhe kjo një pasion tjetër me cilin edhe merreni. Absolutisht, jam marrë me artin në përgjithësi, se unë kam pikturu, kam vizatu shumë si i ri, si fëmi, edhe masanen atu e fillu që shtu me motrat, pak eksperimente, pak gjana, edhe kalova me një pjesë ku thash, okej, le ta provoj çështjen estetike, është diçka e bukur, diçka që po ahan tregu. Edhe rezultova me pas shumë sukses. Bashkëpunova me njerëz shumë të mirë, kam Ke një bashkëpunuar për sallon 3 në vite. Gjakov, Jo, apo? unë personalisht jo, por kam bashkëpunuar me një sallon në Ah, Gjakov okay. për plot 3 vite, derisa i erdhi koha që pata nevojë për një pauzë të vogël, pata nevojë pak më koncentru te pjesa muzikës së tretë. Edhe besoj prej vitit tjetër tani po mendoj me hap diçka ose me shumë gjasma me kalu edhe në Tiranë. Do Për më me thënë, provu një lumë jetë. vajzat atë di që konkurove në kënga magjike se ti e ke rregulluar apo ja? Ja. Se ishe në sa aty. Ja, ja. I nisin. Okej, Se nisim. ata kam shohë që duna mi ndajt Më gati. thuaj pak, edhe njëse kishe reklamuar dhe këngën tënde disa herë kishe bërë komplimente. Më thuaj pak sa, po i dëgjon këngët e këngës magjike këtë vit se ka Po, kaluar absolutisht. Absolutisht, don edhe nuk don ti hyn me studiu pak. Qysh po Çfarë ka? shkon? I Çfarë ki ato ka? preferencat Kush është e tua, konkurrent? Kush është konkurrent? Çfarë të thanë? A ke konkurrencë? Ata është Si është konkurenca? Unë Si e jam shumë vlerëson? modest Se të për rit sa i janë shumë përket të rit, janë shumë të rit. për sa i përket gjanave unë jam shumë realist, ka shumë këngë bukura, ka shumë artista të mirë. Jo shumë po më thënë se gjithë vinë me atë të vetën, do me thënë cilin diçka shumë personale, diçka shumë të bukur që rezultojnë me dalë shumë gjana të bukura, edhe pse janë të rit po më pëlqejnë më shumë se sa pikat. Po, vërtet të rit Po janë sjellin një kushtuar frym shumë të re. Po dhe duhet edhe kështu me qenë, do thotë janë të pa shpenzum qofse mund themi dhe janë Për kreativ atë punë. dhe duhet me sjell Po, nga shumë e trit, vërtetë, pritën gjana të reja dhe të mira.
duhet natyrisht artistët e mëdhenj duhet t'i japin hapësirë në fakt. Kënga magjike e ka këtë, sidomos këtë vit ka shumë prurje. Jonida të tha diçka sepse nga një këto emra të mëdhenj. Jonida është është shumë e mirë. I ndruat si përfundim ato numrat e tatu artistëve me që Jonida ka këtë tatu dhe të kishe shumë tatu. Që ranë në syet, akoma. Kemi kohë për të Është një pasion tjetër të kesh tatu në trup? I ti apo nuk kam hy kur për me e bo një. Gjithë kam thonë kam e bo shumë të tjera. Mirë, familja çfarë tha për muzikën? Këngën, trego drejtën. Kush e kanë pëlqyer shumë? Po? Për kritika nuk është që para ku marr shumë kritika, po që ju ka pëlqyer shumë edhe është ka një iniciativë, u kanë shumë ndryshe, do me thonë këtë vit, se unë zakonisht nuk është që me thonë drejtën se na pak familje me shkollë, me gjana, dhe nuk është që e kanë shumë rafort pjesën e artit. Pikërisht, kjo kur nuk rrjedh nga një familje që absolutisht, që e një, do me thonë si aspekt. Edhe nuk është që i kom pas shumë supportiv në fillim, po masanej kur e pon daljen teme, kur i pon komentet, se si çdo prind që i ka frikën e komenteve, frikën e edhe thash, pa qa keni Shlirahune. Kur mu nuk po mbojnë, kur gjo, kur farë përshtypje nuk po ma bojnë. Qa kam ju bëj juve? A ishte kjo zhanër, ajo që ty të flenë më shumë, të përshtatët më shumë? Po. Te pjesa baladave, pjesa do me thëmë, që ku të dëgjojmë Emanuelin me një album, do t'jetë në këtë zhanër. Absolutisht. Që po e mendon? Absolutisht. Po e mendon të gjë? Absolutisht që po. Po gjatë rrugës nuk do të që s'ndryshon? Mundet, po jo, me sa njohën trunin tem, nuk është që du me lujt prej baladave, prej këngëve të ndjera, prej këngëve ku ti mundesh me kallëzu potencial, mundesh me tregu shumë thjesht që din me performu, din me knu. Po, por tash a do të përqendrohesh më shumë në ushtrime, në vokal, në me qenë se absolutisht, do të punu më shumë. Duhemi me punu, është diçka normale, çdo artist punon, sado me shkollë, sado pavarësisht ajo është ushtrem që duhet me e bo. Është diçka shumë normale që bëhet vazhdimisht. Vetë çfarë muzikë dëgjon artistët, për shembull edhe artistët shqiptar më shumë të huaj, çfarë keni influencim? Jam shumë mix në shije. Për sa i përket dëgjoj çdo gjatë mund çfarë. Ma thoj një këngë që dëgjon për momentin. Ose këngëtari shqiptar u kisha pas që ti ndalu të juj që të pëlqen më tepër. E pas kem divën këto. Jo, këta kemi për diçka tjetër. E pas kem divën, kështu që Dafina është. Dafina dëgjon. Ka sjell risi, ka sjell gjëra shumë bukura, ka sjell ritëm ashtu qysh e du edhe une. E vërtet, e mirë është. Edhe është një ndër artistet e mia të preferuar që vazhdimisht e ndëgjoj. A kishe mujt me bëni këngë me Dafinën për shkak? Prit Merita, mos më hynë në temë, të lutem. Zbulova diçka. Po tërhiqem. Okej, Emanuel, për emrin tënd ti e din domethënë e emrit, a? Absolutisht që po. Na tregoj pak domethënë domethënë shumë interesante Emanuel, unë e di. Lidhet me çështje fetare dhe do thotë Zoti me ne, Perëndia me ne. Është shumë i bukur. Unë se pas kam ditë këtë. Është edhe në Bibël, në librin e shenjtë. Mirë, Emanuel, shkojmë tek kjo që të pëlqen ty, tek diva siç the atëherë. Pyetja është kjo. Më mirë me Dafinën ta rregullosh, ti bësh një make-up, ta bësh një kontroll për çfarë kishe përfunduar shkollën mesme, më the pak kontroll sanitar. Po, ja kontrollu shtëpinë. Ti më bukur ta vizitosh. Hajde ndonjë analizë mja po, se e ka edhe për ta vizitosh, apo të bësh një bashkëpunim. Më ndihmon në regjia me foton që unë kam gjetur, mendova unë, por shumë shpejt më të bukurën të Dafinës. Unë po më duket e gjeta përgjigjen. Regjia tani do më ndihmoje, po faleminderit shumë. Atëherë, me Dafinën, zgjidhje. Ska të treja. Këto jemi në pikë pyetje. Okej. Se duket e bukur apo ja? Dafina është e mirë, nuk kena qa me thonë. E kompletume. Dafina Zeqiri Gjergji, mos ta harrojmë, të është martume. Okej, nashta me Dafinën. Po t'jen let me vendosa? Jo, se tash janë 2 pika ku unë të dyjat, për shembull nashta i kom mendu. Për atë punë. Kështu që nashta kisha zgjedh, se është një ndër ftyrat që unë e them nashta shumë kisha dashur mi ia bëni make-up, kisha dashur mi bë diçka pak më ndryshe.
edhe e kisha zgjedh nashta qatë pjesë. Me vizatu, a? Me vizatu. Unë mendova që me e këndu. Me vizatu. Njëherë me vizatu? Me vizatu. Me marë për dorë dhe me thonë hajde kënojmë bashkë. Me marë pak me të mirë. Dhe me bërë gatshme për Na mendim. pret një artiste tjetër, ja kjo po na pret. Një tjetër div. Elvana Gjatën, çfarë do Absolutisht që me një duo për shembull e kisha Me duo. dashur shumë me Elvan. Mendova që çfarë do t'i bëjë Elvana Gjatës? Po nga do të tre pyetje e mia çfarë do t'i bëje. Shkojmë tek një emër tjetër. Nuk po flasim hiç për këtë, absolutisht që isha Era marrë i me strepi. çështjen e make-upit, se kjo ka shumë trendy, paraqitje fashion. skenike dhe diçka që mundesh me eksperimentu shumë me ta. Sidomos me këtë bojën e flokëve që i ndron kjo me bojën e flokëve. Edhe me çështjen Me ngjyrën. estetike, domethënë me pamjen është shumë skenike, mundesh me eksperimentu shumë me ta. Okej. Kemi edhe një tjetër në këtë moment, ja kë kemi. Gjitha. Jonita Maliqi. Gjitha. Gjitha, ha? Gjitha. Mirë mo, ja gjitha. Unë e prita edhe një artiste tjetër që ka me qenë. Prit. Ah, Ja, mirë. më pas mund ta shtosh vet. Tunën. Duo. Një duet. E nga gjitha këto të pesta, a e pesë i thamë? Po. Apo katër. Kemi edhe një? Merita, më ndihmo pak. Veç mu mos më nxerr që Po, janë të pesta, po. Pestat. Gjitha këto të pesta, A bën edhe një me shtu? Vetëm një Emanuel do ta zgjidhë për duet, se ti zgjodh pothuajse katër, vetëm një cilën. Ata shtojnë edhe një. Po. Edhe pse është pa fotografi, edhe po më çudi që nuk e ke rangu aty. Se këtu i mbetëm Po, të e çuditshme. E di ti shkon shumë Dua lart në Lipën, Amerikë, po, Dua shkon të Lipën. Trumpi në Angli. E Dua Lipën? Po, nuk muj me thonë që është ndashta në të rrymen favoritet temën, po që po, ka këngë shumë bukra dhe i flet vetë suksesi. Po. Është një artiste e madhe, për ata nuk po ndroj. Mirë. Po rrina te kushtet. Po shikoja për Dafinën, është martu me Elvana aty, Jonida. Elvana nuk është e martume. Elvana aty. Pse Do të thënë, aty? Po bashkë në lidhje Elvana. Me të kam thënë mërë ca informacion nga unë. Maksi. Era i strefi aty më duket, Jonida në fakt ka qenë e martuar për momentin, edhe Tuna kanë një ca edhe gra edhe të suksesshme po të divorcuara, nëse më dëgjojmë kështu. Për atë po them. Ne ja çon nanës në shtëpi cilën prej këtyre po Pse nanës? Nana... ishin aty nuk më shtem. Pse nanës? Këta se kuptova. Jo nanës. Po, tashti ne djem nanës po se përqet Jo. Pra atë do të pas. Nana i dën gjitha. Cilën do bën? Ja, janë shumë të mira, po për duet unë Elvana Gjatën. Elvana. Okej, do presim ndonjë këngë tjetër të re, më thuaj pjesëmërinë tënde për këtë festival, ku shikon veten në skenën, e shikon veten, uroj me gjithë zemrën në netët E finale. uroj edhe unë, për arsye se unë po tregon ata shumë realist, për sa i përket performancës nuk është që e kom dhënë 100% shintame dhe Jo, po për jam pak me të drejtë jam pak Mundesh më konfuz. shumë, domethënë. Absolutisht që po, se unë po tam kam pas edhe probleme teknike, nuk kom mujt me kënu live për shembull ashtu siç duhet. Edhe kam pritshmëri të mira, po e rëndësishme është që ka kalu faza e parë, ka nga debuton në YouTube, edhe arritja më e madhe një artisti është që ka nga mi dalë në YouTube, edhe me pas shikueshmëri. edhe po Kështu që- dëgjohet atje edhe në radio që po e transmetojnë që kanë të drejtë transmetimi, po Absolutisht, dëgjohet po. e kanë. Çfarë do të jep tutje Emanueli? Emanueli do vazhdoj me profesionin e tij si hair and makeup artist. Se është një profesion që më sjell të mira materiale për sa i përket për shembull financave, xhanave, ndërsa muzikën do e mbaj si hobi, do mirë me festivale, me shumë gjas, me nashta do qes edhe diçka tjetër, po që njerë për i herë me festivale Kur dhe thua do besojmë qes diçka tjetër, do presim deri në fund vitit apo nga viti tjetër, nga viti tjetër. Mirë. me shumë Dalë gjas. nga dalë. Ka dalë, ka dalë. E për Suksese. festivalet të tjera, festivali këngës në Prishtinë, në Tiranë, mendon për shkak se edhe këto janë festivale shumë Ne të kam pak rëndësishme. një pikë pyetje ndoshta për vitin tjetër, nuk e di. Nuk e di, është hala në dilemë, nëse gjatë rrugtimit krijohet një material i mirë, një material që i përshtatet për shkakun formatit, pse jo? Mirë, regjia, më nxjeni pak më.
Se unë me thënë drejtën nese, nga Fazan jam, por me këndu jo. Do të pëlqente për shembull nga sot e tutje, nga ne në të tjera programe, se ditë do ta marrin të tjerë, si zakonisht, domethënë media, ti e din këtë gjë, të tjera media dhe pse jo, është mirë marketingu. Do të pëlqenin që të kur të ftonin, të prezantonin si artist, si këngëtar, si make-up artist, Artist universal. Artist përfshirë gjëra gjithçka nga pak. Shumë çka. Si ma the në Gjakovaçi, më duket kur kontaktova me ty, thashëm ti më duket të je dhe make-up artist, çfarë më theni fjalë kështu që se mbaj mend. Nuk po më Unë tash kujtohet je as mua. dimensional, ma tha kështu të Gjakovës, ta ruajmë për nesër me E Rita. ke shkruar me besoj diku aty. E kam shkruar. E manal suksese tutje. Shumë faleminderit edhe